Këtë javë, në intervistë me ne është një këngëtare që njihet për hite dhe bashkëpunimet e saj të shumta, të cilat gjithmonë kanë rezultuar me shumë suksese. Gjithmonë e buzëqeshur, ajo njihet si Angel i estradës. Dhe kështu, Mimoza Shkodra shpalos për ne projektet e saj më të fundit. Edhe pse shpeshherë keq kuptohet, të jesh vetëm me bukur nuk mjafton për të qenë një këngëtare e suksesshme. Dëshmia e gjallë për këtë është vetë Mimoza Shkodra. Këngëtarja sharmante, gjithmonë e buzëqeshur dhe me stil të veçantë, vazhdon të dëshmoj veten dhe kapacitetin e saj prej artisteje. Zëri unik dhe mbi të gjitha thjeshtësia janë virtytet që vihen në pa çdo herë tek ajo. Me që këtë vit ka qenë pjesë vetëm e bashkëpunimeve, Mimoza po planifikon që 2015 të jetë viti i projekteve solo. E dita që kime ma bo që të pitje. Kismet tash të tëtë sa ma shpejt që të muj, po në momentin jam qa që angazhume, sa që nuk po gjej ku të lirë, po si do qoftu tash du një single me pos vetë, edhe një kohë të gjatë për du me punu vetë. Tash s'po gëzoj mu shprej shumë kështu e du me, se s'peti jasë vetë një herë, sinqerisht. Kisha pos qef pse jo nëse bëhet për dimër një balot. Kam nevoj për një balot, po nuk e di, surprise, nuk e di. Pse jo, po nuk e di, sinqerisht nuk e di një herë. Halo, më vjen ai momenti, kam nevoj edhe për album, dohet me bo diçka. Po, këtë vit, ndoshta s'po du me premtuse, kur premtem. Do të edhe me mbojt, kështu që deri verës inshallah, pse kam qenë. Me thonë drejten shumë pa pritmas, kjo me babatëra bukat, vështu fru mas me skivin që e patim edhe menorën, edhe nuk mujta me refuzu se aq më pëlqej konga, sa që thash edhe nuk më kam pengu në fakt se jam instrumentista, edhe po t'ish ndosha këngëtar, ish prap më ndryshe, kurse këta janë instrumentista edhe janë të veçantë, i falenderoj shumë, se u ka një bashkëpunim shumë i mirë, edhe besoj që ka ndezë dhe ka jetë shumë mirë. Jo, në fakt, për mu ka qenë një privilegj me marrë pjesë me një kongë të Elitës 5, edhe bile me Elitën 5, kjo kongë është ngjizu shumë më moti, i ka tash sigurisht në maj bojnë 2 vjetë, po ka dalë më vonë se kanë pas me punu albumin, edhe unë nuk e këndit, thot nuk më konë halo konga me skivin, as me babatëra bukat, halo në temë, po më kam pëlqy shkurt qep, më kam pëlqy kongët edhe s'ku mujt mi refuzu. Për Elitën 5 kam një respekt veçantë, një ashtu edhe për skivin dhe kolegët tjerë që këmë bashkëpunu. Është ko gjo mund i madh që investoj, sidomos verës, kretë kolegët jena njejtë prapërsisht, e di në më kuptojnë mas mirë të kolegët, është ko gjo një ngarkesë e madhe, se çdo darsme, çdo dasmor lyp 100% prej teja dhe dush me ofru. Po mirë, me gjithat më ka një mu gjithmonë zoti. Kove të fundit me thonë drejten ju mboj mun, edhe do shta prej ngarkesës tepërt edhe fyti ju më mësu tash. Edhe thjesht pa gjumësia, vetëm pa gjumësia mundet më shkaktu pak problem. Po shumë rodh. Duke ditur se ka admirues të shumë dhe që shpeshherë mundohet të qëndroj afër tyre për t'i falenderuar, si në koncerte ose rrjete sociale, ajo asnjëherë deri më tani nuk ka dalë publikisht, ose së paku nëse kemi marrë vesh që është e lidhur me dikant. Pa i munduna sa ma shumë u kone ofert, se në fakt foncat janë ata që neve na mbështetin edhe munduna me gjetë ku, sa ma shumë. Po herë mirë mbon vëllohë. Kështu që nuk jam gjithmonë unë, po mundona me përcjellë. Shumë mirë edhe unë. Mirë jam rahat, njëherë jam single. S'kom ku, s'ka ardhë ende princi me kalit bardh.
s'kam kohë. Falenderoj Zikon gjithmonë për mbështetjen. Edhe falenderoj Foncat, ma shumë s'pëm gjatë. Në gjakun tim nuk kam më shërim, e s'po du unë tjetër. Është kam rjetë son të veç me ty, zemër veç. Këto ishin të gjitha që kemi përgatitur për ju. Ju ftoj të na ndiqni përsëri të premten e ardhshme, vetëm në Ziko TV, nga ora 22. Natën e mirë.